Nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë dhe për të komentuar pak një lajm që po bën xhiron në rrjetet sociale. Do të ndalojmë të flasim për familjen e zonjës Violeta Kukaj. Pas mos realizimit të takimit që televizioni Top Channel u mundua që të bashkoj familjen e Ret Koceri, konkretisht Malin me babain e tij, që unë dua të shpreh mirënjohje të veçantë ndaj Ledionit dhe autorëve të Big Brotherit për këtë shembull të bukur në fakt që japin televiziv, sepse unë jam gjithmonë pro paqes dhe them që pa marrë parasysh se çfarëdo që të ndodhë në jetë njeriu duhet falur derisa Zoti është ai që fal, kush jemi ne të mos të falim. Por pas intervistës që zotëria dha për gazetaren e televizionit Top Channel, që unë në fakt kam shkëputur fjalët që ai ka thënë për Violetën dhe për familjen e tij, dukej në fakt gjendja e tij e rënduar psikologjike, nuk ishte e lehtë, sepse për një baba nuk është e lehtë të del në gjithë atë shikueshmëri maramëndse dhe të merr atë jon nga djali i tij. E ka jo të rënd, po e ka shumë të rënd, por unë e kuptoj sepse ne nuk jemi në thelb të problemit familjes, e respektoj dhe Malin në këtë rast dhe dua ta duar trokas, sepse më pëlqen që historikun e familjes së tij nuk e përdorën për klikime. Mali e përzgjodh që ta takon Tiatin jashtë kamerave dhe nuk ka nevojë dhe nuk ka arsye pse duhet një problem familjar të bëhet aq i madh, të bëhet kaq glamur dhe ne të gjithë domethënë të merremi me problemin që në fund të ditës është problemi i tyre, domethënë intim, është problemi i tyre privat. Tani, zotria shumë i respektuar tha që Mali do të takohet një ditë me mua. Tani unë do të them një gjë, nuk ka baba, qoftë sa do i keq që tjetë në botë, që nuk e do fëmijën e vet. Më shumë se sa i dhimbset Malit, babai i tij, më besoni që nuk na dhimbset as mua, por as edhe juve. Tani ai tha kështu, është muzikant tha i talentuar, shumë tha i ka ngjar babës vet. Domethënë edhe burri i zonjës Violet që ka marrë me muzikë. Edhe Violetën thotë e kam bërë unë yll. Kur e kam njohur Violetën, edhe kur e kam marrë për nuse, thot, Violeta Kukaj ka patur vetëm një këngë të incizuar, Dola në përbaçe. Ka qenë vetëm kjo kënga e Violetës. Për të gjitha vitet, thot, ja kam incizuar më shumë se 300 këngë, thot, me muzikantat më të mirë, me ajkën e Shqipërisë dhe me ajkën e Kosovës, thot zotria. Duke nisur me personalitetet më të mëdha, e kam mbështetur, thot, dhe e kam bërë yll Violeta Kukaj. Unë Violetës i them, ktheu jetës së mbar, ktheu realitetit, ktheu mbarësisë, ktheu reatllëkut, thot. Dhe sipas zotërisë, Violeta ka kaluar jetë shumë të lumtur në këtë familje. Violeta është trajtuar, thot, në shtëpinë tonë si mbretresh, Violeta është rritur në një familje tepër, thot, të dobët ekonomikisht. Ishin këto fjalët në fakt të zotërisë, i cili foli për televizionin, për gazetaren në fakt të televizionit Top Channel. Por me patjetër që zonja Violet, respektet veçanta, është një artiste e madhe e muzikës shqiptare. Zonja Violet nuk reagoi në asnjë mënyrë, duke thënë se thjesht lum nana për ty, domethënë në drejtim të Malit, duke drejtuar dorën. Tani, sot Faik Ret Koceri, bashkëshorti i zonjës Violet, është dashur të jetë në emisionin Ftesë në 5 tek gazetaria nderuar Benita. Por çfarë ka thënë Bjeta, m'falni. Çfarë ka thënë zoti Ret Koceri, edhe pse ka pranuar ftesën për të qenë pjesë e këtij emisioni, në momentin që duhesh të lidhet në linjë të drejtë për drejtë me Skype, ka ardhur një mesazh në Viberin e produksionit, me patjetër, ku thuhet përshëndetje e nderuame, unë jam motra e Faikut Rema, po më vjen shumë keq si nuk mundet Faiku me dhanë intervistë se Faiku është e spitali, duke marrë infuzion dhe është pak në gjendje të rëndë, sepse nuk po mundet me ju përballu komenteve në rrjetet sociale. Shpresoj se keni mirë kuptim, KLM zemër të kuqe ju përshëndes. Domethënë kjo tregon që zoti Faik Ret Koceri po e përjeton shumë keq këtë gjë.
Tani, unë dje bëra një përmbledhje në fakt të kësaj familjes, por më duhet që edhe sot me patjetër që të bëj. Unë them që ne gazetarët dhe ju të cilët jeni komentues të ngjarjeve të këtilla, duhet pak të jemi më të rezervuar në atë se çfarë flasim dhe çfarë themi. Kur flasim për familjen Redkoceli është problemi i familjes së tyre, edhe pse është një problem që është bërë publik në emisionin Shihemi në gjyq tek zonja Eni Çobani, por është problemi i familjes së tyre. Unë uroj që Zoti Faik të merr vete, të jetë në gjendje të mirë shëndetësore, shpresoj që komentet të jenë pak më të kujdesshme dhe Mali ta takojë së shpejti babain e tij.